Ja një sekundë të dëgjoj Big Bassa. Okej. Reperi i njohur Big Bassa, zonja zotëri, që vjen sonte për klipin e tij më të ri. Me njëherë pa Xhesaras do flas me Bigun, dhe në orën 23 me Bigun. Klipi i Big Bassa quhet M'vini onash, pëlqeu shumë titulli. M'vini onash. Ftojnë në studio Big Bassa, po është i madh. M'vini onash. Big, si ke qënë? Mirë. Në fakt nuk u bë shumë kohë që ishte në studion time, se erdhe bashkë me Laber, me labelin, me Nostradamusin, me Bojken Lakon, me Castron, ku kushte tjetër. Ishte dhe një këngëtar, ishte Gjeni. Ishte Gjeni, po ishte Vim Veli. Ndërkohë që sonte Big do shohim klipin tënd, atë këngë që ne dëgjuam atë ditë i ke bërë klip tashmë. Jo, nuk është ajo këngë, është këngë tjetër, po. Që quhet M'vini onash. Po. E bukur shumë, titullin pëlqeu shumë. Faleminderit. Je i madh Big. Me që je njeri që ke punuar shumë dhe ke promovuar shumë artistë të rinj Big Bassa në gjithë këto vite. Xhesana ta ka zënë syri dhe veshi? Ti jemi sinqert? Jo. Deri tani, jo. Po edhe nuk e pash mirë dhe intervistën shkaku se erdha me kostume dhe modeshe që të ndroja dhe kështu që... Te X Factory që ka qenë në grup Xhesana se ke parë do te X Factory? Unë faktikisht unë një ndjek, po ma mërmenja nuk e shku më tepër se sa... Deri në të live. Okej, deri në të live. Deri në të live? Pastaj s'u futet dot më? Jo. E po kjo që arsyeja që nuk u bë shumë e njohur nga publiku, pra. Pase? Do vi Big te ty. Big Bassa arrimi mbroma! Big Bassa, ti e sonte këtu për promovuar klipin tënd më të ri. Ti je i vjetër në treg plak, sot ka ardhur një klip të ri. Klipi quhet M'vini onash. Pëlqeu shumë se nuk është M'vini anash, M'vini anash, po është M'vini m apostrof vini onash. Është me dialekt Tirana. Bukur shumë, Vini onash, shumë e bukur. Big Bassa, Leti ka përgatitur 10 sekondën e parë nga M'vini onash, thjesht për qefin tonë, ja shikon. Se di kejna, sa do ti do thesh pap, ti do thesh pap, fajn se majku nuk kam, si gju tjetër vetëm shan, Hiku as rapper nuk ko, ju mu m'vini onash. Big Bassa, M'vini onash, klipi më i ri në treg. Pas pak do e ndihni të plot, pas pak minutash. Big Bassa, para se ta shfaqim klipin, le të themi 2 fjalë për ty Big. Sa po je për baba dhe djali jot quhet Lian. Po. E të roj djali plak. Faleminderit. Sa çuni këto momente po flasim, sa u bë? Çuni këto momente që po flasim do edhe 2 ditë ose nuk e di, jo, 2 ditë që të bëhet 4 javë. 4 javë, pra të bëhet 1 muajsh. Po. Bukur shumë, Lian e quani. Lian. E ka vënë Vesa Luma, bashkëshorta jote, çunin emrin çunit apo ti? Jo, ajo ishte një mendim i përbashkët. Faktikisht emri ka një kuptim shumë të veçantë. Lian me m në fund apo me n? Lian me n. Me n. Emri ka kuptim të veçantë sepse Lian është emër, faktikisht babai Vesës Indieri ka ndruar jetë para disa viteve dhe emrin e ka pasur Nail. E ka Nail. Dhe është dhe mbrapsh është Lian. Është Verlon, quhet në frëngjisht Verlon, domethënë është e kthyer mbrapsh. Dakord. Ai ka pasur vjeri jot pa babai Vesë ka pasur Nail. Dhe ju e kthyet Lian. Po, Lian. Ishte ide e Vesës domethënë. Ishte ideja të dyve. Mu më jepet më shumë me shkruaj tekste. Po bukur shumë Lian, ha? Shumë e bukur është e kthyer mbrapsh, fantastike. Big Bassa ti autori gati 1000 teksteve dhe më shumë se 100 produksioneve muzikore, kujdes sherr, 1000 tekste plak, dhe më shumë se 100 produksioneve muzikore në gjitha zhanret, dhe për këtë Big Bassa ti meriton një big up. Bravo Big Bassa! Prej 13 vjetë është Big Bassa në sken, ke bashkëpunuar me artistët MNZ shqiptar dhe ke fituar çmime prestigjioze, gjithashtu një është kudo si producenti që mbështet artistë të rinj si thash më parë, ja thash Xhesarës, Enca, Samantha, Stresi, ka nisur këngët e para me ty. Po, relativisht këngët e para me mu, po që në të vërtet, duke kalu koha, kuptoj që jam kështu si anglisht e thonë lucky charm. Që sjell fat, domethënë, po,
më vjen shumë mirë që ka nesë gjithsesi janë. Ke 2 albume Big Bassa, 2 albume studio dhe 2 mixtape të publikuara dhe që nga viti 2012, ti Big je një nga artistët, nga të parët artistët duhet thënë shqiforës që ke publikuar album në iTunes. Askush nuk bënte atëherë nga këto. Aktualisht po punon për albumin e 3 Big Bassa me titullin E treta e vërteta dhe është shumë interesante sepse mora vesh që nuk e shkuan e treta si shkruhet, por e shkuan e tresh ta e vërtet a. Bukur shumë. Treta e vërteta në studion tënde personale që quhet 042 Zone, më pëlqen që ke këtë zonë nga mbrapa, ku krijon dhe për artistë të tjerë përfshi dhe Vesa Lumën, që është tani gruaja jote. Ti thua Big Bassa, jam i pari që kanë realizuar këngë zyrtare për kombëtarën shqiptare të futbollit, si dhe për skuadrën e Tiranës. A është momenti për ta thënë këtë gjë tani që kombëtarja humbi? Jo, kombëtarja pavarësisht se humbi, kombëtarja doli me kokën lart, sa kam përshtypjen. Po vetëm Shqipërinë do që ne të festojmë ikjen e Europian dhe pastaj kthimi. Festojmë dy herë. Po, okej, po kjo është ajo, domethënë ai kompleksi më të voglit kam përshtypjen. Ne festojmë edhe sinqerisht na bën që ndihemi. Si ka mundësi që ti ke qenë i pari që ke realizuar këngën zyrtare për kombëtarë shqiptare, dhe ndërkohë njihet kjo e kësaj Elvana Gjatës. Po, është thjesht çështje marketingu, nuk ka në një... Ti Big nuk ke qenë shumë agresiv në marketing, e kam vare. Ke qenë modest, dhe vazhdon të jesh modest. Po, kam qenë modest, po që tani që po shoh të rezumen e gjërave që kam pas, më realisht ndihemi lumtur me veten time, sepse sado nuk kam qenë agresiv, prap kam qenë nga të parat që kam publiku për iTunes, ose që sot e kësaj dite po përmenet më së shumti. Pikërisht. Domethënë që po bëhet trend. Po, nuk e di, mbase tani do bëhem akoma më agresiv. Kjo është arsyeja pse jam edhe këtu në studio. Bravo, Big. Vetëm se kujdes. Duhet punosh fort tani se çuni Liani, që është i vogël, duhet të zgjoj shumë natën apo jo? Ose i Big ti të punosh natën atëherë. Për mua është kënaqësi, ashtu kështu unë punoj natën, kështu që Big i jep bashkëkrijues antar i bord drejtues së Albanian Hip Hop Association, shoqata e parë dhe vetme e kulturës hip hop në Shqipëri, edhe këto gjëra për shkak nuk i dinin Big. Je ideator, drejtor artistik dhe programacioni i radios së parë dhe vetme hip hop në Shqipëri dhe në Ballkan, që quhet MCN Radio 103.1 FM, po. Dhe ti thua Big, më vini onash, një këngë me dialekt Tiranës, tregon atë që të vërtetë janë, thua ti, si dhe për të hedhur por çdo aludim të gabuar që dikush mund të ketë. Në çka kuptimi e thua këtë gjë? Se kjo duket një famënyrë sigurisht në këto, si quani ju reperët to? Jo, a lam që do kemi agresivitet marketing. Dis. Jo, nuk është dis, nuk ka lidhje. Kur nuk kam bërë disë në jetën time. Po, po, prandaj po them. Nuk më zhduk në një formë agresiva, ose në një formë për me thënë kjo, për të hequr çfarë aludimi ke për të këngë? Jo, më vini onash, a di pse, sepse sot e kësaj dite për shembull po shohim prirjen që njerëzit kanë, ose që njerëzit e thjesht kanë që për dëgju këngë të ndryshme që për hir të vërtetës kanë nisur shumë përpara dhe këngëtar. Dhe arrin ta përkufizojnë sikur është hip hopi vërtet, ose sikur është dhe Bigu nga krau tjetër ngelet sikur bë old school edhe ngelet shumë i vjetër. Old school gjuhën e hip hopit është që shkolla e vjetër. Për shumë veta kjo mund të jetë shumë gjë e mirë. Edhe për mua kjo është shumë gjë e mirë, por nga krau tjetër unë me këtë këngë unë tregoj që unë përderisa arri të bëj atë të vjetrën edhe përderisa arri që me stoicizëm t'i përmbahem asaj të vjetrës edhe asaj tipit tim që unë kam kriju deri tani sot e 13 vjet, unë ditë bëj edhe këtë gjën tjetër dhe prandaj më vini onash. Super. Big, a jemi gati ta shohim klipin? Sepse janë minutat e fundit. Okej. Klipi quhet Më vini onash. Para se ta shohim Big, pas klipit pastaj kam përshtypjen se nuk do kemi më kohë, sepse do ketë ndërprerje të vogël publicitare dhe pastaj janë 10 minuta lajme. Jam kurioz ta di tekstin, muzikën ti i bën të gjitha vetë? I bën në studion tënde? Jo, në rastin konkret, jo, në studio bëhet produksioni, po në rastin konkret muzika është bërë nga Trinium, quhet Klajdi që e përshëndes shumë, që është mjaft i talentuar, teksti ka qenë e imja. Jo, studio është e produksionit, unë jam producent edhe muzikën mund ta bëj kushdo. Po ti vetë për shumë, bën muzika? Patjetër. Po kësaj radhe vendosi ta bëj dikush tjetër? Kësaj radhe po, vendosa ta bëj dikush tjetër, kjo vetëm për të për ndryshuar pak. Vini onash pra, që mund të bëjmë dhe këtë tjerat. Fantastike. Kur xhiruar klipi? Klipi është xhiruar në Tiranë.
Bukur, në një studio. Është ambient Jo, klipi nuk është gjyruar në një studio, klipi është gjyruar në një salon berberi, që është një gjë shumë e re, që unë qethem, përgatitem për shfaqje, po. Dhe pastaj që jam në një rrugë, në një tunel, sepse për fat mirë Tirana tani ka ato zonat shumë të mira me grafiti, me tunele, po zhvillohet pak kjo kultura e popit. Dhe stage numër 3, skena numër 3, është që unë jam koncert. Do me thëmë përgatitja... Pra ka 3 shërgjirime. Po. Saloni berberit 1. Po. Janë këto tunelet në për Tiranë, që ka grafiti kështu gjërash. Kjo simbolizon përgatitjen time që unë po rikthehem sërisht. Po rikthehem sërisht. Sepse duhet thënë që pata një shkëputje ca kohë, apo jo? Po, pata një shkëputje, jo pa qëllim, sepse duke qenë se kam pas shumë porosi për tekste, sidomos kisha shumë frikë, po, për tjerët kisha shumë frikë që mund bëhesha përsëritës. Edhe nuk do e meritote muzika shqiptare që dikush të bëhet përsëritës në ato muzikë. Dhe nuk do t'ja uroj asnjërit. Dhe ato vite punova shumë, sinqerisht, si që thatë edhe hapja e radios që falenderoj shumë edhe ata që e kanë suportu këtë ide, është për herë të parë radio në Shqipëri edhe në Ballkan, dhe nuk e di, kjo tani më formoj më tepër që unë të rikthehem më fuqishëm. Para se të falenderoj Big që më erdhe sonë në studio promovuar të klip bashk, më thoj edhe një gjithë të fundit, tani ti me Vesën dhe me Çuni jetoni në Tiranë apo në Kosovë? Ne jetojmë në Tiranë edhe ka shumë mundësi që Çuni po na shef neve tani në televizor. Vërtet? Kështu si pa dieni po na shef. Një muajsh, do bëhet për 2 ditë. Po. Vesa është mirë. Jashtëzakonisht. Po Vesa vazhdon muzikën ndërkohë. Patjetër, Vesa ka edhe 3 këngë tjera që do t'i publikoj. Po do i thuash që ka koj skartë unë. Po patjetër që Vesa do vi. Dikur vinte shumë, e mban mend. Na? Patjetër që Vesa do vi. Pastaj është kaput. Çe ke për Vesës plan? Po si kom folin gjotë keqe. Sa i madh është. E Big, te kamera vëllam të kuqe ose te llampa me kamerë të kuqe Big. Gjithsesi falenderoj jashtëmase që më erdhi, tani do shohim klipin e Bigut. Ti do të thuash vetëm 2 fjalë dhe ne do ta shijojmë të klip që quhet Mvini Onash. Nga Big Bassa, zonja Zotrinj, është klipi i tij i ri. Shikoni me vëmendje, Big, fjala për ty. Ledio të lutem. Mvini Onash, Ledio, Mvini Onash. Se di pse ti kejna, sa do ti do thesh prap, ti do thesh prap. Fajn se maj kur nuk kam, zdigjo tjetër vetëm shan, Bigu e sreper nuk ko, ju mu m'vini ona, i ka marru me ko, ju mu m'vini ona, dhe nuk ka hit as një ko, ju mu m'vini ona, Bigu e shumë amator, Vini Onash. Sa kongi komitet i si ke as vite sa tekste sa bite dhe hite për ju koleg. Duke si qefi ju boz për bi me flet. Për unë je mirë sa kesh ju dhem. Ju mu m'vini Onash. Ju mu m'vini Onash. Për ditë them, m'vini Onash. Se di pse ti kejna, sa do ti do thesh prap, ti do thesh prap. Fajn se maj kur nuk kam, zdigjo tjetër vetëm shan, ku e ke dit, ku e ke prit, ku e ke dit i dovi, ku e ke dit, ku e ke prit, ku e ke dit i dovi, a e ke dit, a e ke prit, a e ke dit i dovi, a e ke dit, a e ke prit, a e ke dit i dovi. Me nove herë the me vete kjo i ku humi, s'na rruet plak për tjerën, unë prap ty t'let funit, fuck you, ty t'let funit, e thot dora ime në krasi për lumit, unë repis do t'a bëj dhe t'shunit, thoni lene albumin se vetëm do humësh, do flasësh për tjeta që kishe re funit.